ka pas vullnet qeveritar që qeveria me inicu, sepse bashkia ndërkombëtare e ka kuptuar se atje fundohen në gjykim politik. Ne vlerësojmë lart gatishmërinë e partive politike opozitare, parlamentare, të cilat na kanë dhënë mbështetjen, kanë thonë që tek të gjitha partitë politike opozitare që janë parlamentare kemë kërku, pra njëna për arsye kur jemi taku me ta, kemë kërku votën e deputetëve tyre për kontraktimin e një institutit pavarur ndërkombëtar që shkon e monitoron procesin gjykatën speciale atje. Prandaj ne vlerësojmë lart gatishmërinë e partive politike opozitare, parlamentare, të cilat na kanë dhënë mbështetjen, kanë thonë që kudo që një farforme kjo ide vjen në kuvend, ne jemi të gatshëm me dhënë votën tonë pra. Muj me thonë lirisht që të gjithë deputetët pothuajse opozitar kanë qenë gatshëm me dhënë votën pra që kuvendi në farforme si institucioni më i lartë vendin tonë me kontraktu një institut, sepse tek e funit edhe vetë gjykata speciale buron nga kuvendi, pra nga deputetët e Republikës vendit tonë. Por nuk ka pas vullnet qeveritar që qeveria me inicu, sepse në farforme qeveria është dashur, ndoshta Ministria e Drejtësisë me inicu një gjatë tillë, pastaj me marr aprovimin edhe në kuvend. Prandaj kur ka shku ky institut edhe i ka trajtuar çështjen gjatë procesit, edhe i kanë dhënë ato dështime që kanë pas procesi gjyqësor atje, këto dështime kur ju ndalë në sipërfaqe, besoni ose jo, kemi raste edhe të një gazetari, edhe shumë raste tjera që ata janë liru, sepse bashkia ndërkombëtare e ka kuptuar që atje fundohen në gjykim politik apo në gjykim i anshëm, prandaj besoni që ka ndikuar edhe deri në lirimin e atyre personaliteteve të cilat janë arrestuar, janë provu më gjyku për arsyet e asnjë pushteti që ka udhëhequr në për ato shtete, pra se bëhet fjalë gjithmonë për disa shtete të cilat nuk janë zhvilluara, nuk janë në shtete demokratike, po që kanë provuar në forma ndryshme me arrestu, qofshin gazetarë, qofshin edhe politikanë ndryshëm që janë marrë me drejtat e njerëzit e gjona të tjera, i kanë arrestu edhe ndikimi i këtyre instituteve, pra që janë pavarura në gjykimin ndërkombëtar, ka pas ndikim aq më sa që kanë përfunduar me lirimin atyre persona me të cilët u dyshu u mendu që ai pushtet i mban pa lëshëm